Në Bashkinë e Maliqit ka qenë i lartë interesi për aplikime për të përfituar nga skema mbështetëse e bujqësisë. Në ditët e para të çeljes së kësaj skeme kombëtare, janë kryer rreth 500 aplikime për naftë dhe rreth 150 për blegtori e bletari. Ne si bashki kemi marrë masat që funksionojnë të gjitha njësitë administrative dhe në Bashkinë Qendër. Kemi 4-5 sportele në Bashkinë Qendër dhe në gjitha njësitë administrative për të ardhur në ndihmë fermerëve. Skema e aplikimit është e ngjashme me vitin e kaluar, por janë shtuar 2 elementë sigurie. Bashkia Maliq është një nga bashkitë më të mëdha që ka aplikuar çdo vit tjetër për subvencionimin e naftës dhe 1/9 ose 1/10 e numurit që aplikojnë si Republik. Fermerët mund të aplikojnë në 8 skema, ndërkohë që shprehen se kjo mbështetje ua ka lehtësuar punën. Kam 22 lym, mbjell gror, patate, mishë, çfarë të ketë nevojë tregu. Vitet e tjera keni përfituar nga skema naftës? Po. Sigur ka dalë kemi përfituar. Sa ju ka ardhur në ndihmë, sa ju ka lehtësuar? Për fermerin çdo ndihmë që jepet është një ndihmë për fermerin. Procesi i aplikimeve për këto skema mbështetëse mbyllet në 30 maj. Fusha e Maliqit është e dyta në Shqipëri pas asaj të Myzeqes, me rreth 13.000 hektar tokë, në të cilën mbillen një sër kulturash të ndryshme bujqësore dhe është ndër më pjelloret në vend.